Ish kryetari i komunës së Zveçanit, tani asamblisti i vetëm shqiptar në këtë komunë, Ilir Peci, ngriti alarmin për nisjen e një fushate për largimin nga puna të zyrtarëve komunal shqiptar. Ai tha se jashtëligjshëm, kryetari i ri nga lista serbe, Dragisha Milović, nxori vendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për dy zyrtarë. Peci theksoi se përveç se nuk qëndrojnë arsyetimet për mungesë buxheti dhe mungesë vlerësimi për dy të larguarit nga puna, akti për largimin e tyre është nxjerrë jashtë afatit ligjor. Në provojtim me 2 vjet e gjysmë sekretar komune ka ndodhur shkela ku automatikisht ditën kur e bën 6 muaj, mbrana 3 ditën, nëse nuk ju ndërpret ajo marrëdhënie pune ose automatikisht ligjërisht ju vazhdon vetë pa ja vazhdu askush. Do thot ligjërisht është ajo. Kur ka ardhur njoftimi këtyre? Këtyre ka ardhur njoftimi, do thot pas 4 ditë. Teksa u shpreh i bindur se Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës do t'i kthejë në punë dy zyrtarët e larguar, asamblisti Peci tha se ka indikacione për largim nga puna edhe të punonjësve të tjerë komunal shqiptar. Tash për momentin janë 2. Mirë, po të njëjtin fat mundën me prit edhe 10 ose 11 zyrtar tjerë të cilët janë ende 6 muaj ende nuk ka dhënë aktemrimi. Vedat Musa, i cili deri ditë më parë ishte i punësuar si asistent administrativ në drejtorinë e kulturës, tha se vendimi për largim është i jashtëligjshëm, teksa shtoi se ai kishte vlerësim pozitiv dhe se buxheti për pozitën e tij ekziston. Teksa paralajmëroi adresim të çështjes në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës dhe Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, ai tha se e larguan për faktin se babai i tij ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Ta e din kush jam, për çfarë familje vi, djali kujt jam, edhe jam shumë i bindur në se atë pjesë pa kthyer mua hakmer. Babai juaj luftar? Po, ka qenë, edhe jam shumë krenar për ta. Edhe shqyqër që jam rrit, inshallah kur nuk na bën vakimo, me orderë të e punë, po edhe në një të punë e kësha bo që ka bo me shumë të në rrit, me dorë zotë t'i se nuk është patriotizm sa veç me kap luftën, po patriotizm është me punu në komunë Zveçanit, edhe që po Savicit, se jena në shtetë tonë, kena drejta tona. Pas ditën e së premtës, TV Dukagjini ishte në komunën e Zveçanit dhe kërkoi përgjigje lidhur me këtë çështje, por drejtuesit e saj refuzuan të flasin për këtë temë.